Sali Berisha akuzon për vjedhje votash, por rivlerësimi i fletëve të votimit po nxjerr në pas se është Partia Demokratike ajo që ka marrë më shumë vota të pamerituara në 11 maj. Nga rinumërimi i 437 qendrave të votimit në Tiranë, rezulton se Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka humbur 219 vota, ndërsa Partia Socialiste 193 vota. Shifra këto që nuk shuajnë vetëm shpresën e demokratëve për mandatin e 14 në Tiranë, por edhe alibin e Berishës për humbjen e zgjedhjeve. Jo vetëm dy partitë e mëdha, por lëvizje votash kanë patur edhe subjektet e tjera. Kështu Partisë Adriatik Lapajt rinumërimi i heq 26 vota, Partisë Tom Doshit 23, Lëvizjes Zbashk 10, ndërsa mundësia e Agron Shehaj që po lufton për të mbajtur mandatin e dytë, deri më tani ka humbur 8 vota. Një situatë e ngjashme është edhe tek votat preferenciale të kandidatëve. Rinumërimi po i kthehet në bumerang mjekut Ilir Ali Mehmeti, i cili kërkoi hapjen e kutive me pretendimin se janë vjedhur votat. Por deri më tani, Ali Mehmeti ka humbur 61 vota, Ilir Meta 28 dhe Jorita Tabaku 22. Ndërsa nga Partia Socialiste më shumë vota ka humbur Ervin Hoxha, i ndjekur nga Xhemal Qevalia, Kejsi Elezi, Blendi Gonxhia dhe Fatmir Xhafaj. Por diferenca po ngushtohet mes Olta Xhaçkës dhe Blerina Gjylametit. Në 11 maj, ish-ministria e mori mandatin me 140 vota më shumë, por deri më tani, rinumërimi i heq asaj 34 vota, kurse Gjylametit i shton 3. Në total, nga 173.155 flet votimi të rinumëruara deri më tani në Tiranë, 8.308 kanë rezultuar të pavlefshme. Gjatë rinumërimit, Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve vendosi të quajë të vlefshme vetëm ato flet ku shenja X dhe plus është vendosur brenda kutisë, duke rrëzuar kërkesën e Partisë Socialiste, e cila kërkoi që të quhen të sakta edhe rastet kur shenja është vendosur për bri emrit. Kjo sipas Selis Roz është provë dallueshme se cilën preferencë ka patur votuesi dhe e mjaftueshme për të toleruar si gabim njerëzor.